Ishte viti 2014, kur e ndjeva censurën televizive në 10 televizione që vazhdojnë për 10 vjetësh, edhe aty kuptova që po bëj reforma në drejtësi, në takimin e parë konspirativ, dhe sot ndjeva që jeni gjithë gabim kur flisni për reformën në drejtësi. Sepse nuk është reformë. Është teknika e kapjes shtetit, është instrumenti i agjendës së popullimit të Shqipërisë. Këtu e keni humbur betejën në terminologjinë që keni nisur edhe në këtë seminar, në çdo aktivitet prej 10 vjetësh. Nuk kemi të bëjmë me reformë drejtësi. Kjo duhet i thënë ndërkombëtarëve. Këtu s'kemi të bëjmë me reformë drejtësi. Mjafton të hapim raportet ndërkombëtare, se si në 10 vitet e fundit, që në 2015 deri në 2025 ne kemi me raport ndërkombëtar World Justice Evaluation që ke të organizatës ndërkombëtare, jemi 2 herë më keq se ç'ishim 2015. Në cilat fusha? Në të gjitha. Edhe kontrolli shtetëror, edhe korrupsioni, që ishin 2 pikat pra më të rëndësishme. Dhe opozita vazhdon të bëjë gabimin duke mos e pranuar faktin që ka vepruar gabim. Dhe ndërkombëtarët i thonë, e keni votuar vetë. Mund të kemë bërë një gabim, por kur e pranoj gabimin dhe e përdor gabimin, e kam armën e parë për të kërkuar konsensus ndërkombëtar për të më lejuar zgjidhjet e vendit tim. Unë i përfaqësoj një forcë politike konservatore right wing, nuk përfaqësoj një forcë qendrës djathtë. Dhe kërkosha Konrad Adenauer që të jem unë ekspert, nuk do isha kurrë, sepse unë do isha ekspert në një forcë që do kishte një fondacion si AFD-ja, Alternative for Deutschland, sepse ne i përkasim ekstremit djathtë sipas perceptimit që kanë tjerët. Por ditë them që sekreti i suksesit për zhbërjen e kësaj reforme nuk ndodhet ke qendra e djathtë europiane, por ke konservatorët europianë. Sepse kjo reformë ka i pikë të dobët, që shpika saj më e fortë, që çdo një është më e dobta. Paratë e taksapaguesve evropian dhe amerikan kanë shkuar në duart e networkut Soros, spin-offeve të Soros. Dhe ky është një problem për konservatorët, po jo për qendrën e djathtë. Nëse duam një armë të fortë, dhe kjo është arsyeja pse dhe forca jon, unë sekretari i Aleancës Konservatore për Shqipërinë, janë koalicion me PD-n, është të bashkojmë mundësitë tona me fuqinë e PD-s. Dhe ne e fillojmë në 1 prill të këtij viti me Soros Leaksin e parë shqiptar, Soros Mafia.info, pikërisht raportet tona me konservatorët në Europë për të bërë auditimin e reformës Soros drejtësisë se si po shpopullohet Shqipëria. Si një konspiracion, jo si një reformë, si një konspiracion kundër Shqipërisë me 1 milion shqiptar të përzënë në Europë, që ata i kanë problem. Aleatët tonë më të fortë në këtë çështje nuk janë qendra e djathtë europiane, janë konservatorët e Parlamentit Evropian, 178 deputet, të cilët preferojnë të auditojnë paratë e taksapaguesve europian se si me përfiton Soros në Shqipëri. Siç po ndodh dhe ajo që po bëjmë dhe me Amerikën. Faleminderit.